Luku, përshëndetje. Përshëndetje. Si është situata në Durrës në këto momente, veçanërisht Këneta, por dhe e gjithë pjesat nga hidrovoret deri në Manzë? Atëherë, sot duket sikur kemi një situatë të disi normalizuar, por në fakt vazhdon të jetë një problem në lokacone të ndryshme, ka lagjet e tëra të Durrësit, të cilët kanë marrë formën e vaskës, duke mos pasur asnjë ulje të nivelit të ujit. Unë vetë jam banor i njërës për këtyre zonave, konkretisht pallati në cilin banojnë vazhdon të jetë i zhytur në ujë, vazhdon të mos ketë funksional sistemin e furnizimit me ujë të pallatit. Banorët lëvizin me çizme për të komunikuar me pjesën e për dalë dhe për të hyrë në ambientet e banimit. Kemi një situatë jo të mirë, fare ishtë mirë në Shkozet, që do të edhe për shkak të nivelit, por edhe si rrjedhoje mos funksionimit të kanaleve, është një zonë goxha e përmbytur, zona e cila është ndërmjet Urës Dajlanit dhe rotondës së madhe të Shkozetit. Po, ndërkohë, cilat janë veprimet konkrete të emergjencave civile, bashkisë, qeverisë, se kemi parë nëpërmjet videove sigurisht eksponentët kryesorë, madje doli vetë Belinda Balluku në terren. Atëherë, dje ishim së bashku me kolegë tjerë, ishim në zonën e Kantunit të Ri, ku kishim dalin e lumit Erzen. Si rrjedhoje unë mendoj që nuk është se lumi Erzen ka sjellë shumë ujë, se duke qenë se jam lindur e rritur në qytetin e Shiagut, ne e dim shumë mirë kur lumi Erzen sjell ujë, e njohim me sy situatën kritike të lumit. Më duk sikur hapja e Bovillës ka qenë ajo që ka bërë një rritje të menjëhershme të nivelit dhe ka shkaktuar përmbytje në një zonë në disa lagje të Kantunit të Ri. Kishte nivel emergjence, kishte kamionat e ushtrisë të cilët në fakt vend që kamionat e ushtrisë të ndihmonin banorët, ishin banorët që po ndihmonin, besoj keni pasur vitet çeçarake, që po ndihmonin kamionat e ushtrisë për të dalë nga sikleti në cilin ishin zhytur. Por në fakt nëse më lejoni, do doja që mos të ndaloj shumë kjo pjesa teknike, kjo pjesa ishte si ishte niveli hidrovori, këta janë gjëra që me kalimin e ditëve besoj që do të marrin qartësinë e dur, besoj që ato që janë fajtorë do të përballen me sistemin e drejtësisë tani më. Projektuesit e hidrovorit të ri duhet ta mbrojnë fort idenë e hidrovorit, ose për ndryshe do të paguajnë kostot e atij gabimi teknik që po i kushton shumë banorëve, po i kushton miliona euro biznesit. Gjithçka mos harrojmë që një ditë, një përmbytje për biznesin e vogël do të thotë një muaj punë. Një muaj punë do të thotë një vit vonesë në progresin e një bizneseve të vogla të përmbytura. Si është situata e dëmeve financiare atëherë? Atëherë, dëmet financiare tani më janë po maten. Nuk di sam, duket sikur biznesi i vogël nuk po vlerësohen dëmet nuk po vlerësohet ky sektor i ekonomisë, po janë fokusuar kryesisht ke familjarët, duke qenë se ato kanë dhe impaktin më të madh për sa i përket procesit mediatik që qeveria aktuale ka si armën e vet më të fortë, domethënë që kështu. Për mua dëmet materiale janë në proces kalkulimi dhe do i kalojnë disa miliona euro. Disa miliona euro.